tjetër. Janë të gjitha këto nuancat. Pra janë në Ballkan kështu funksionon, Ballkani kështu është. Po mos harrojmë që gjithë Ballkani bashkë me Greqinë, bashkë me deri diku nga Kroacia e tjerë kanë qenë pjesë e perandorisë osmane. Pra është pjesa që i lidh. Por në këtë situatë me një Turqi më të fortë ata do kenë interes më shumë. Okej. Zoti Beqiri, te kjo përplasje që mund parashikohet nesër në të ardhmen Turqi-Izrael, ju e shikoni të mundshme? Turqia me Shqipërinë ka një partneritet strategjik të hershëm. Harrojmë që ka edhe një, përveç kulturës, historisë, ka edhe një aspekt që ka të bëjë me ekonominë, ka të bëjë me diplomacinë, ka të bëjë dhe me ushtrinë. Prezenca e Turqisë në Shqipëri. Pra nuk është thjesht vetëm historike, pra lidhja me perandorinë otomane e kështu me radhë. Por unë gjykoj që ne marrëdhënien duhet i ruajmë si me Ankaran, si me Washingtonin, si me Bashkimin Evropian, pa krijuar varësi nga asnjëri prej si dhe me Tel Avivin? Prej tyre. Sa i takon Tel Avivit, pastaj është një çështje që ngjelet për tu parë, por ka një problem këtu që ne patjetër mund të ngrëmë dhe marrëdhënie tjera, s'të pengon askush që të ngrësh marrëdhënie me cilin do shtet dhe nga shtete që edhe për të mësuar, patjetër. Ka një industri ushtarake nivele caktuara, po dhe teknologji dhe kapacitete kibernetike kështu me radhë, siç ka dhe Turqia nga ana tjetër për vërtetës. Se e thamë që është ushtria pas Shtetet Bashkuara në NATO, është ushtria turke. Pra është një vend me një potencial të jashtëzakonshëm, ushtarak dhe industrial. Ju shikoni që dhe industria turke është shtrirë tashmë dhe në rajonin e Ballkanit. Tani, sa i takon çështjes pastaj të balancave në mesdhe, kjo është një çështje shumë delikate. Shumë delikate. Se na prek dhe neve. Na prek dhe po na prek. Dhe ka indikim jashtëzakonisht. Sa delikate dhe si janë raportet sot? Mos ta harrojmë që ai Sazani nuk është teori konspiracioni. Sazani historikisht ka qenë dhe Shqipëria në vetvete është porta hyrëse e Adriatikut për gjitha perandoritë. Pra është ai gjiri i Vlorës është një gjë strategjik. Çdo perandori që ka sunduar me Zdeun ka zotruar ose ka dashur ta zotroj atë, dakor? Kështu që nuk është një thjesht e vetëm një bazë që e kemi harruar atje në bazë e vjetër ushtarake, e harruar me ato tunelet e me ato pozicionet e ndërtuar në kohën e monizmit, po dhe në kohën e gjatë pushtimit italian, por është një pikë kyçe, nuk është thjesht e vetëm një ishull i vogël aty në hartë, edhe që mund të vijë dhe mund të bëjë secili sipas interesit të njërit apo të tjetrit këtu në Shqipëri. Nuk duhet lidhur interesat gjeostrategjike të Shqipërisë me interesat e pushtetit të ditës. Dhe ky është një gabim jashtëzakonisht i rëndë gjeostrategjik, gjykoj unë, dhe ata që i bëjnë këto gabime do marrin edhe kostot, edhe pasojat e gabimeve të tyre. Mos ta harrojmë këtë gjë. Prandaj thash që duhet shumë kujdes në mënyrën se si ndërtojmë raportet dhe sidomos raportet strategjike dhe gjeostrategjike në këtë rajon. Dhe nuk duhen ngritur raportet me shtete të caktuara në raport të interesit pushtetit, ngrihen në raport të interesit kombëtar, të interesit flamurit ton, flamurit kuqezi. Jo të interesit të njërit apo tjetrit për të shtu ditët e pushtetit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu duhet shumë kujdes, gjykojmë, dhe duhet kujdes nga të gjithë ata që kanë një zë në sferën publike. Mos të harrojmë që sot jemi në një botë që... Po cili është rreziku pra? Mund ta themi më hapur. Po rreziku patjetër që i vjen Shqipërisë. Dhe nuk është i dukshëm se çfarë po ndodh sot. Unë po them këtë që duhet kemi kujdes në mënyrën se si i ndërtojmë partneritetet dhe partneritetet e reja dhe ato të vjetrat, se si i mbajmë dhe se si i konsolidojmë. Këtë po them unë. Pra, sot që po flasim, neve kemi një interes për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe duhet pikë së pari të jemi me BE-n, me Brukselin, në një linjë për shumë çështje, për shumë gjëra që kanë të bëjnë edhe me çështjet e sigurisë, si duhet jemi me partnerët amerikanë, me Washington, po dhe me Turqinë që përmendëm që dhe na janë gjetur në momente të vështira dhe historike. Ne patjetër jemi gjetur gjithëve, si hebrejve, si italianëve, ku kanë pasur nevojë për ndihmën tonë, pavarësisht se jemi kombi. Jo, problemi është që bota po ndryshon. Dhe ju për çështje sigurisë, ju konstatoni për shumë sot që BE me SBA nuk kanë të njëjtin qëndrim në shumë raste. Dhe ne duhet të ruajmë balancën, ata kanë problemet e tyre. Do kemi një pozicion gjeografik jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ne jemi kombi vogël, po pozicioni strategjik i Shqipërisë, geostrategjik në këtë rajon
është shumë i rëndësishëm. Është porta e hyrëse, nuk e thash kot. Pra, nëse aty ke kanalin e Otrantos, mos të harrojmë që Sazani ka Chelsea e këtij kanali. Është një portë hyrëse thash, në mesdhe. Pra këtu aty kalon tregtia, aty kalon siguria, aty kalon pra ekonomia, kalojnë shumë gjëra dhe duhet shumë kujdes. Okay. Duhet dhe një farë ruajtje balancash jashtëzakonisht delikate. Prandaj po them që nuk duhen parë gjërat me prizmin dhe syrin e pushtetit të ditës, por me strategjinë që i vlen kombit dhe të ardhmes të tij.